Xhamia e Lezhës u mbush me 10 besimtarë të cilët u bashkuan në faljen e Kurban Bayramit, një nga ditët më të shënuara të kalendarit islam, në një atmosferë përkushtuese. Festa u shënua me lutje për paqe, me shirë dhe afërsi njerëzore. Të pranishmit sollen me vete jo vetëm ritualin fetar, por dhe ndjenjën e bashkësisë dhe solidaritetit që kjo ditë përcjell. Miftyri Lezhës Adedin Kotri uroi besimtarët për festën të ndalë në vlerat universale që përcjell Kurban Bayrami. Kjo festë është një festë harmonike, një festë që bashkon zemrat, një festë që i gëzon zemrat, një festë që njerëzit janë më të gëzueshëm, më të paqë dhe më të afroheshëm me njëri tjetrin. Padyshim kjo festë daton që nga Ibrahimi i hershëm alayhis salam, me sakrificën që bëri për hir të Zotit të tij, dhe Allahu fuqiplot atij i dhuroi me mëshirën dhe faljen e tij një dash për ta bërë kurban. Këtë dash pasi e theri, padyshim e shpërndau, ja dhuroi nevojtarëve. Kjo festë është një festë pra që neve na jep të mësojmë që duhet të jemi të paqë me njëri tjetrin, duhet të jemi të gatshëm nëse dëshirojmë që të kemi harmoni, kushte më të mira, jetesë më të mirë, të sakrifikojmë çdo gjë për Zotin ton, për Krijuesin ton, edhe kështu të gjithë njerëzit të jetojnë një jetë më të mirë dhe më të paqë. Bota sot ka nevojë për drejtësi më tepër. Bota sot ka nevojë për harmoni më tepër. Bota sot ka nevojë për sinqeritet dhe për drejtësi më tepër. Kështu që lutemi që kjo festë të sjellë edhe një herë mbar botën harmoni, begati për të gjithë mbar njerëzimin, dhe së fundmi ju uroj gëzuar Kurban Bayramin, Zoti ju bekatoft. Festës ju bashkuan dhe përfaqësues vendor të cilët zhvilluan vizita urimi pranë Miftinisë së Lezhës dhe shprehin mbështetjen për harmoninë fetare që karakterizon komunitetin. Përfitojmë nga rasti për të uruar gjithë besimtarët e festës islame, gëzuar festën e Kurban Bayramit, begati dhe çdo të mirë në familjet e tyre. Sot në këtë ditë shënuar për vëllezërit dhe motrat musliman, unë ju uroj gjithë dhe gëzuar Kurban Bayramin, mbasi në familjet tuaja dhe sa më shumë harmoni mes njëri tjetrit dhe gjithë vëllezërve shqiptar. Pas faljes së namazit, besimtarët vijuan traditën me urimet e ndërsjellë dhe nisën vizitën e familje duke shpërndar kurbanin si simboli i dëmshurisë dhe mirësisë.